Në zemër të një ish zone industriale në periferi të Berlinit, ndriçimi, muzika elektronike dhe atmosfera e Krishtlindjeve bashkohen në një përvojë unike. Forest Winter Light, instalacioni më i ri i artistit Christoph Baude, ka hapur dyert për publikun duke sjellë një festë ndjesish, dritash dhe tinguish. Në këtë hapësirë të quajtur Dark Matter, dikur një fabrik, sot një vend i artit, të dritës dhe medias, ku vizitorët mund të shijojnë një pistë akulli të rrethuar nga drita shumë ngjyrëshe dhe muzika. Skena është zbukuruar me 600 pemë krishtlindjesh dhe diskotopaj që reflektojnë dritën në çdo dritim. Është ky kontrasti midis krishtlindjes klasike, rënojave industriale dhe kulturës e teknos që për mua përfaqëson Berlinin. Dua që njerëzit të ndjejnë gjithë gamën emocionale të dimrit, nga gëzimi i pastër e dashuria, deri te momentet e qeta e pak më të errëta. Baude thot se qëllimi i tij nuk është thjesht të ofrojë një spektakël për jetët sociale, por një udhëtim emocional që kërkon kohë dhe përjetim. Që nga hapja më 7 nëntor, Forest Winter Light ka marrë reagime shumë pozitive.